Nga njerë thuhet sikur i tërë Kurani ose i tërë mesazhi fundamental i Kuranit është mbërthyer te kaptina e parë El Fatiha. Sikur vendosen disa standarde për njerëzit edhe për robërit e Zotit në këtë rast. Sigurisht edhe jo rastisht surja Al-Fatiha është njëri prej emërtimeve të saj është edhe Umul Kitab, është nana e librit, është surja prej më të veçanta të Kuranit, edhe nëse nalëm e shqiqojna, kjo sure e përshkruan mas mirë të qysh do të me qenë robi karshit madhë. Për shembull fillimin, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimet i takojnë Zotit botrave. Fillimisht me njoft Zotin, kjo kërkohet për robit, do të me njoft. Pas asaj fillon Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, i gjithë mshirplotit, posëduesi i ditës së gjykatës, i ditës së gjykimit. Në varfërme, na fillimisht të falenderojmë Zotin, i njohim cilësitë e Zotit që është i gjithëmshirshëm, mshirplot, i cili është gjykatësi suprem i ditës së gjykimit. Pastaj fillon pjesa tjetër, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë edhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkojmë. Iyyaka na'bud, kjo pjesa vetëm ty të adhurojmë, do të thotë vetëm ty të jemi rob. Që është kuptimi i kësaj. Tash është një hadith kudsi cilën e transmeton pejgamberi alayhis salam, thotë se i madhi Zot kur njeriu ose kur robi e thotë çet pjesën, këtë ajetin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të jemi rob, edhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkojmë, thotë kjo është mes meje dhe mes robit tim. Edhe robit tim i takon gjithçka që ai kërkon. Dhe tash po tregojmë që na jemi rob vetë madhët Zot, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Pastaj vazhdon pjesa tjetër, lutja tash është ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzo në rrugën e drejtë. Na e kena vështirë me gjetë rrugën, pa ekzistuar udhëzimi edhe ndihmësa të madhët Zot. Siratal ladhina an'amta alehim, rrugën në cilën i ke begatu, në cilën i ke udhëzu më herët, edhe wala dalin, ghayril maghdubi alehim wala dalin, jo në rrugën e atyre të cilët e kanë humbur rrugën ose atyre të cilët kanë deviju. Do të thotë, nëse nalëm si sura, është sura e cila e përshkruan mas mirë të çush do të me qenë raportet mes robit edhe Zotit, edhe me atë hadithin që e thash, hadithin kursi që i madhu Zot thotë, kjo është mes meje dhe robit tim, edhe robit tim i takon gjithë ajo që ai kërkon ose cilën lutet për ta.